Jemi në këtë fazë ku ka përfunduar pjesa e themeleve, është ngritur pjesa e strukturave. Në këtë shkollë kemi rreth 250 nxënës. Kështu kemi bërë të mundur të fusim në një konkur sepse zona është e madhe. Dhe kjo shkollë është në proces për të përfunduar janar të 2026. Po, dhe në Durrës na bëhen 70 studime arsimore dhe mund të themi që kemi shumë pak nevojë ende për të përfunduar gjithë nevojën e rihabilitimit të infrastrukturës arsimore. Kjo është një prej shkollave e cila po investohet nga Bashkia e Durrësit dhe dua të falenderoj kryetaren e bashkisë për gjithë punën që u bëni si bashki për t'i dedikuar pikërisht arsimit dhe investimeve në arsim, një mbështetje të vërtet duke investuar nga themelet për shkolla të reja. Ndaj ne përgjatë kësaj periudhe, që është periudha e pushimeve verore, kemi të gjithë fokusin pikërisht tek mirëmbajtja e të gjithë rrjetit të objekteve arsimore, gjithashtu tek investimet e reja, të cilat duam që t'i finalizojmë. Si Ministria e Arsimit dhe Sportit, në ciklin 2 vjeçar, pra 2025-2026, janë më shumë se 4 miliard lekë të vendosura në buxhetin e ministrisë për kantieret e reja të shkollave dhe objekteve sportive. Janë 22 objekte arsimore në të gjithë vendin, janë 18 objekte për sportin, pra 40 objekte në total që po investojmë duke filluar nga ky vit. Ndërkohë që përmbyllim 40 të nisurat vitin e shkuar për të bërë të mundur që jo vetëm të kemi më shumë cilësi në arsim, por një infrastrukturë dinjitoze.